Përshëndetje, shpirta në evolucion, bashkëdhetar, kudo që ndodheni në tërë botën. Gëzuar një maj, një muaj të mbar me begati, me mençuri, me shpirt dhe zemër të hapur për të punuar sa më tepër me veten. Këtu dua t'ju them që muaji maj fillon në datën 5 dhe 6 me një trajnim të fuqishëm për të gjithë ju që jeni gati të lironi frika, tramat dhe çdo gjë nga e kaluara. Të bëheni ju ata shkëputësit të zinxhirave nga paraardhësit dhe të bëni një diçka ndryshe. Të largoheni nga përkushtimi në të kaluarën dhe në personat e familjes tuaj, të nenave tuaja më shumë dhe të baballarëve tuaj. Të vini bashkë me fëmijët dhe ju gra me femrat, ju meshkuj me çunat, ju mirëpres ndërmjet platformës Zoom në orën 20 me orën e Shqipërisë, ditën në datën 5 dhe jo thjesht e nxorra këtë datë. Data 5 është një derë, një portë e madhe që hapet dhe bëjmë lidhjen me universin. Dhe gjithë energjia e muajit në maj, e gjithë data në nxjerr në 19. Energjia 19 do të thotë që ne jemi gati të udhëheqim, do kemi mënyra të ndryshme për të sjellë para dhe bollek në jetën tonë, do shkëlqejmë dhe të gjitha këto kur jemi në plus, sepse në minus të gjitha këto vlera neve mund t'i shndërrojmë. Atëherë, për çdo gjë është në dorën tënde. Gjithashtu, këtë video dua të lajmëroj që në datën 23, 24 dhe 25 do jetë një 3 ditorsh, një workshop, një terapi nga afër për të gjithë juve që jeni të interesuar, jeni në Shqipëri dhe kudo që jeni në botë dhe nëse dëshironi që të vini, vetëm rezervoni vendin tuaj për këto trajnime të fuqishme. Ju them vetëm kaq. Mbas këtij lloj trajnimi, asgjë nuk do jetë më si më parë. Do keni bërë atë hapin, kërcimin kuantik nga një vend në vendin tjetër dhe do keni bërë shkëputjen me të kaluarën. Jam shumë e bindur për rezultatet që do japin këto trajnime. Por tani dua të të them, ti do marrësh atë vendimin që të gjendesh dhe të preki zemrën kjo thirrje që po të bëj sot dhe këto ditët e fundit. Për më tepër informacione mund të më shkruani në privat tek telefoni 0030 699 321 46 37. Në të njëjtën kohë, shpërndani këto video ju lutem me njerëz të tjerë, me njerëz që nuk dini që ka diçka ndryshe nga ato që kanë bërë deri tani, sepse ne nuk kemi ardhur vetëm për të punuar dhe të ngrënë bukë, por ne Zoti na ka lënë të lirë në vullnetin tonë të bëjmë gjithçka. Erdhi koha që ne të bëjmë diçka ndryshe nga ato që kemi bërë deri tani. Po çdo gjë është në kohën e du dhe kur të dëshironi ju. Unë sot më tepër do t'ju jap dhe diçka për muajin maj, për karmën që do dhe mësimi që është pikërisht në muajin maj. Çfarë duhet të mësojmë? Të punojmë me kooperacinë, të punojmë me padurim dhe të dëshirojmë gjithçka me njerë, do të thënë duhet punojmë me padurimin. Mund të jap në një video tjetër çdo të thotë padurimi është një nga emocionet dhe si ta punojmë atë. Ne nuk jemi të lidhur, duhet të shkëputemi nga shkuara, prandaj dhe unë trajnimit do t'i bëj për këto, të mësojmë të falim ata që na kanë lënduar, të jemi mirënjohës, të durueshëm dhe këmbgulës në atë që duam të arrijmë. Nëse nuk e kaluam mësimin, do të thënë nëse nuk bëjmë këto gjërat që po them që t'i bëjmë, atëherë në muajin e ardhshëm do kemi probleme financiare, do qëndrojmë në vend, do të thënë nuk do bëjmë ndryshime, do hyjmë në borxhe, nuk do pranojmë ndihmë nga të tjerë, do sëmuremi, do mësojmë të jetojmë më pak, do të thënë të mos e lejmë veten të jetojmë në lumturi.
dhe mund të ndodhin të gjitha këto tek ne nga personat, mund të ndodhin një nga këto që përmendëm më parë. Prandaj, punoni me veten tuaj, kushtojni rëndësi vetes tuaj dhe mos harroni që çdo gjë bëhet për një gjë. Prandaj, akoma edhe këtë video që do ta dëgjosh, të dish që duhet ta dëgjoni. Unë ju falenderoj, ju uroj një muaj të mbarë, të shkëlqeni, të bëni ato që dëshironi ju dhe të jetoni për veten tuaj. Mjaft në robëri, siç mund të thoshim, por të jetojmë të lirë. Dhe hapni krahët, dilni nga kukulja juaj, si ai krimbi më dafshit që arrin dhe bëhet pastaj dhe flutur e bukur dhe të hap krahët të jetoj i lirë e lirë. Ju dua shumë, ju falenderoj. Për më tepër informacione mund të gjini poshtë videos dhe faqen e internetit tim me çfarë metodash merrem, çfarë pikërisht bëj. Jam këtu me Rita Cake, terapiste energjike shpirtërore universale dhe kam shumë teknika dhe metoda të ndryshme që mund të të ndihmojë të dalësh nga çdo lloj gjëje që ty të shqetëson, të shkëputesh nga travmat e vjetra që të përshtaten ty dhe familjes tënde, pararsve tënd. 14 breza nga mbrapa, punoj me sistemin përfaqësik, nëse do të mësosh me travmat, me metodën e lirimit të travmave dhe në mitër, nga që i ke marrë nga mamaja jote, nga gjyshja jote dhe nga mbrapa 14 breza me metaphysical anatomy, quhet kjo metodë, ti vetë roz, mund të kërkoni dhe më tepër në internet çfarë janë këto metodat, mund të punoj me metodën e Karikes Bosch, të metoda Gestalt, që të ndihmon prap të bësh zgjidhjen, ta mësosh të bësh dhe zgjidhjen vetë sa herë që ti do të marrësh një përgjigje, me metodën Theta Healing, që të çon në brendësi, që të kuptosh cilat janë programet dhe bindjet tuaja dhe të kolektivit dhe për lirimin e tyre, për të bërë diçka ndryshe, për të larguar bindjet edhe gjërat e vjetra dhe në vend të tyre të zvendësojmë të rejat. Si mund të shikojmë dhe çfarë kemi qenë dhe një jetë tjetër, jam këtu për të ndihmuar, për të bërë artën e evolucionit të shpirtit, vetëm me ditën e ditëlindjes që bëhet një herë në jetën tonë dhe shumë arta të tjera që të mësosh gjëra të reja për trajnimet me to. Jam këtu të tregoj metodën që bëhet, vetëm metodë që mund të ta përdorësh nga afër, të Access Bar, që ka të bëjë me 32 pika kryesore në kokën tënde që për lirimin e negativitetit, e stresit, e ankthit dhe gjërat që të bllokojnë në jetën tënde, për dhe shumë metoda të tjera dhe trajnime të ndryshme të Access Bar, domethënë mund të marrësh certifikat dhe në të njëjtën kohë dhe trajnimin e njohurive të jashtëzakonshme për të bërë dhe ti analizat e artave të personat të tu, të njerëzve të tjerë, të shpërndash njohuritë dhe analizat e biznesit, të shteteve, të qyteteve, të ndërmjet dy personave, të partnerve edhe shumë të tjerë. Për më tepër informacione shikoni faqen e internetit tim dhe ju falenderoj për ndjekjen tuaj, për rezultatet që keni akoma dhe në terapitë private ose në terapitë falas që bëjmë ndërmjet platformës Zoom. Unë ju mirëpres kur t'jeni gati, kur ju të kërkoni ndihmë, t'jem pranë jush. Megjithatë, për të gjithë që janë të interesuar, do jem në Tiranë në datën 22 me 27, të mbyllni dhe takimet tuaja private nëse s'do të punoni në grupe, të takohemi nga afër, të shikojmë dhe pse jo për të gjithë juve që doni të bëni diçka falas, kudo që jeni në tërë botën, shqiptarë, bashkëdhetarë, mund të mblidheni grupe siç mblidheni, që luani, kërceni dhe festoni festat së bashku, të mblidhemi për të bërë një sistem përfaqësik, diçka bashkë, për të marrë me hierarkinë, për të vënë çdo gjë në vend që nuk ka qenë tona dhe për ta liruar. Unë jam këtu
dhe do përgjigjem në nevojat tuaja vetëm kur të më kërkoni. Sepse nuk mund të ndihmojmë njerëzit që nuk kërkojnë ndihmë. Atëherë nuk do jem dhe unë në balancë. Më pare kam bërë dhe këtë. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe mos harroni të zini dhe majnë me dorë dhe lule të blithni, behuni fëmijë, se energjia e fëmijës mund të manifestojë dhe të sjellë çdo gjë. Mos harroni për të tjerët, por jetoni për veten tuaj. Pyeteni veten tuaj, çfarë dëshironi të bëni sot. Ju dua shumë, ju falenderoj, ju uroj që muaji maj të jetë muaj më i bukur, i fillimit të jetesës tënde të bukur dhe i lirimit nga traumat tuaja, frikrat tuaja dhe çfarë do që ju bllokon. Unë jam këtu për gjithçka. Ti do jesh gati që të bashkohesh me ne në datën 5 dhe 6 ndërmjet platformës Zoom apo në datën 23, 24, 25 në Tiranë. Dhe ju uroj gjithë të mirat.